kur ky buxhet duhet kaloj. Atëherë më thoni që nëse ka një plan B të tillë, nuk ka një plan B dhe nuk mund askush ta propozoj buxhetin për një vit kalendarek ose për buxhetin për vitin fiskal, sepse kërkush tjetër nuk mundet as me kushtetut, as me asnjë instrument tjetër me propozu buxhet për Republikën përveç se qeverisë së Republikës, dhe në këtë rast qeveria në detyrë i ka të gjitha tagrat, të gjitha autorizimet, edhe me kushtetut, edhe me ligjin për qeverin, por edhe me ligjin për financat dhe ligjin që më pas shndrohet në ligj special, që është ligji për buxhetin, ta propozoj. Atëherë i gjithë ky diskutim, nëse mundet ose jo, ta bëj qeveria në detyrë, është një artificie politike që është shkaktuar kryesisht nga eksponentët e lidhjes demokratike, shumica syresh ekonomist me profesion, por ekonomist të ngelur në klasë të parë, për arsye të një betejë politike të cilën e kanë transmetuar dhe e kanë bartur edhe te kryetari i zgjedhur i Prishtinës tashmë përparim Rama, i cili betejën politike ka filluar ta bëj si është më së keqi e mundshme, për shkak se Lidhja Demokratike po hyn në një proces të ri elektoral të 28 dhjetorit e përqarë si asnjëherë më parë së brendshmi. Por mus më takon me komentu situatën politike brenda këtij subjekti, por megjithatë kjo është e vërejtshme si drita e diellit dhe eksponent lartë edhe brenda subjektit dhe brenda grupit parlamentar, por edhe ata jashtë tyre tashmë e kanë konfirmuar këtë gjë. Dhe kjo është një metamorfozë të cilën ata po e përdorin për të legjitimuar në rast të humbjes, sepse kjo do të ndodhë, të Lumir Abdigjikut, të disa rresht palë zgjedhjeve tashmë që do ndodhin edhe me 28 dhjetor. Dhe pse nuk është votu buxheti, tashmë është bërë e qartë gjithashtu nga Presidenti i Republikës në një dalje të saj para mediash ditën e djeshme, që ajo ka kërkuar në takimin me të gjithë që pas mbylljes së seancës për votimin e zotit Konjufca dhe dështimit për zgjedhjen e qeverisë re, të mbahet gjithashtu një seancë e jashtëzakonshme, sepse kjo ka ndodhur, ka një precedent i cili përderisa nuk anulohet nga një institucion gjithashtu kushtetues që është gjykata kushtetuese dhe kjo kështu ka ndodhur, atëherë është quhet valid, që të votohet sikurse në rastin e qeverisë Hoti, e cila pas shkarkimit është bërë pas shpalljes jo kushtetuese nga gjykatat. Qeverisë Hoti është mbledhur ta votojë buxhetin e Republikës. Veç ju e dini që ka një dallim. Ka një dallim, Leoni t'ja shpjegoj tash edhe ligjërisht, por vetë se ka dallim. Nuk po du me reduktu debatin në çështje teknike për arsye edhe të ngarkesës kushtetuese ligjor. Andaj jemi në debat. Qeveria e dorëhequr, qeveria e shkarkuar dhe qeveria në detyrë. Të gjitha janë në anglisht është një shprehje shumë e bukur, që edhe shqipja ndonjëherë duhet ta përshtas, që quhen caretakers. Domethënë qeveri kujdestare, të cilat për shkak të delegjitimimit